Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë bashkarisht rrëfimin e radhës. Do të flasim për një histori të paimagjinueshme. Do të thënë ndoshta do ta paragjykoni, por kjo vajzë ka shkruar një tradhti. Jo një tradhti me një djalë, por një tradhti shpirtërore. Me thënë, kjo vajzë është e smurë dhe është lidhur me një djalë vetëm e vetëm për ta shijuar dashurinë në momentet e fundit që kjo mendon se është. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë histori, jam një vajzë nga Kosova. Historia ime është pak e pazakontë. Para 3 vitesh, në plazhin e bukur të Durrësit, ku kot nuk thonë, dashurit e detit nuk harohen, unë njoftova një djalë. Isha në pushime me shoqjet e mia. Vendosëm 3 shoqe që jemi, të ikim për pushime dhe të shijojmë momentet e bukura që të fal vera. Dhe përzjodhëm të jemi pikërisht në plazhin e Durrësit. Që në momentin kur udhtoja, unë besoj shumë në energji. Energjitë e mia më thonin që do të marrësh një surprizë të bukur. Nuk e besoja dot se çfarë surprize do të ishte kjo. Shkojmë ditën e parë në Durrës, të lumtura, larg çdo normaliteti, 3 shoqe bashk, do argëtoheshim, do shijonim momentet, deri diku ndjeshim të lira në shpirt. Dhe gjatë kohës kur ne po merrnim rreze dielli, në 2 shazllone më tej qëndronin 2 çuna. Njëri ishte zeshkan, i lartë, i bukur shumë. Ishte nga Fieri me origjinë. Më përshëndeti, e përshëndeta dhe aty mbeti çdo gjë. Ditën e nesërme, sikur këto çuna na ndiqnin, morën shazllonet pikërisht afër nesh. Tani nuk e di, a është koincidencë apo është rastësi nga Zoti? Ndodhi të ishte e ktill. Për mua ishte e paimagjinueshme. Kisha pranë njeriu që unë e simpatizoja, njeriu që unë e preferoja. Më përshëndeti dhe më thriti për një kafe. Pim kafe tek një lokal aty afër, që në atë momente më dukeshte lokali më i bukur në Shqipëri, dhe e jetonim të gjithë këtë moment. Ditët kalonin, ne po njiheshim më shumë. I ndruam numrat dhe 7 ditë ishin 7 ditët më të shkurtra që unë kisha kaluar në jetën time. Mudesh që të kthehem në Kosovë. Por mesazhet, bisedën nuk e ndalim dot me njëri tjetrin. Vazhdonim bashk të japim dashuri dhe emocion njëri tjetrit. Por kjo lumturi nuk zgjati shumë. Pas 3 muajsh, pas një lodhje të madhe që unë kisha në vete, për ditë të tëra, ika të bëj disa analiza. Pas i bërë analizat, pas një periudhe pak të gjatë, 3-4 muajsh, ai më pyeste se çfarë ke, unë isha shumë e shpërqendruar. I thoya që kam probleme në familje, babi nuk do këtë dashuri, etj. Dhe unë vendosa që të bëj një kontroll tek onkologjiku. Kur bëra kontrollën dhe biopsin,
dola që unë vuaja nga një tumor, nga një kancer në gji. Për mua ishte një dramë e madhe. Ai më admironte, më dashuronte, vinte në Kosovë, më takonte, qëndronte me mua. Ai duke mos e ditur problemin tim, ai mendonte që unë kam problem me babin, që babi nuk është dakord, tentonte që ta takon, të bisedon, që t'i tregon që në fund të ditës ne duam shumë njëri tjetrin. Por unë nuk e lejoja. Nuk e lejoja sepse nuk doja që ai ta kupton të vërtetën dhe të largohet prej meje. Ditët kaluan derisa unë fillova që të bëj trajtmanet më të shëmtuara që mund të bësh për smundjen e kancerit, himioterapit. Gjatë kohës së himioterapive, unë kisha shumë çrregullime. Do të më binin edhe flokët dhe aty vendosa për të mos e lënduar atë që të mbyll dashurinë time me të. Sot bëhen 2 muaj që ne të dy jemi larguar nga njëri tjetri. Nuk kemi as kontakt. Ai nuk e ka iden pse ka ndodhur kjo ndarje. Unë sajova një grindje të pamëshirshme, që ai nuk e kuptonte përse ndodhte gjitha kjo gjë, përse ndodhte gjitha kjo grindje, dhe vendosa që ta mbyll këtë etapë të jetës time. Vendosa ta mbyll këtë marrëdhënie, duke mos ia treguar atij në asnjë mënyrë të vërtetën. Kam dëgjuar nga shoqet e mia që ai ka ikur drejt Italisë sepse nuk e përballonte dot humbjen time. Më ka dashur shumë. Kohëve të fundit, me thënë drejtën, kam filluar ta shoh shumë në ëndër. Kam filluar që ta ndjej veten të rënduar për atë problem që unë e kam bërë kundër drejt tij. E jam shumë e stresuar. Ndonjëherë mendoj që kam bërë mirë që jam larguar, se të paktën le të më mban mend me figurën që isha. Ndonjëherë i them vetes, pse përzjodhe këtë rrugë, pse lëndove atë njeri. Jam në një siklet jashtëzakonshëm. Dua të marr mendimin tuaj, kam nevojë për mendimin tuaj. Çfarë duhet të bëj? T'i rikthehem edhe t'ja them të vërtetën, apo ta mbyll çdo gjë dhe ta mbyll këtë kapitull, duke mos ia treguar asnjëherë këtë të vërtetë?